Haxhizeka në Pej pritet që të premten të mbaj protest paqësore në mbrojtje të dinjitetit dhe historisë së Kosovës, duke mbrojtur kështu edhe luftën çlirimtare të Kosovës. Kjo ishte thirrja, më shumë detaje do të mësojmë prej bisedës që do ta kemi me Ardit Bobin, përfaqësues i organizatës studentore që ka bërë thirrje për këtë protestë. Bobi, faleminderit shumë për inkuadrim. Faleminderit juve. Pse kjo protestë, çfarë do të thotë prej nga derivan? Kjo protestë është nga qëllimi i studentëve për të mbrojtur historinë e shtetit tonë, historinë e atyre që na liruan, për të mbrojtur ata që sakrifikuan, që ne sot të studiojmë lirshëm dhe të studiojmë shqip në vendin tonë. Kush po e cënon këtë? Tash dje dhe sot kemi marrë shumë paragjykime që Parlamenti Studentor këtë protest po e organizon nga nxitjet e disa partive politike. Dhe ne e kundërshtojmë fuqishëm këto, sepse kjo është vetëm qëllimi i mirë i studentëve. Dhe çdo cënim i tillë që nga individ të caktuar që dëshirojnë të njollosin historinë e kombit tonë, të njollosin historinë e atyre që sakrifikuan, atyre që u vranë dhe atyre që u dënuan në burgjet e Kosovës apo në burgjet e Serbisë gjatë luftës së fundit, ne normalisht që do të dalim kundër tyre për të mbrojtur historinë e lavdishme të kësaj sakrifikise që nuk është as pak e vogël. Po, konkretisht, kush po e cënon historinë edhe dinjitetin e luftës çlirimtare, çfarë thirrje do të keni, cilat do të jenë masat, se kur protestohet ka kërkesa, ka masa që kërkohen prej institucioneve? Po, prokuroria tash e dim që ka nisur hetimet ndaj Shkelzen Bashit, i cili u mundua që ta transformoj historinë e luftës. Pra, ekspozita në Prishtinë është pika e nisjes së organizimit të kësaj proteste. Dhe pse po e lidhni me partitë politike? Kush është mbrapa kësaj ekspozite sipas juve? Jo, thash që kur ne e bëm publike lajmin që ne do dalim në protestë paqësore, ne u sulmuam nga disa portale se ky organizim nga studentët është i nxitur nga disa parti politike. Dhe kjo nuk ka të bëjë fare me partitë politike, sepse studentët nuk janë për të përdorur për politikë, por studentët janë që ta mbrojnë historinë e vendit vet. Pra nuk keni dikë nga partitë politike që u kanë nxitur të organizoni këtë protestë? Jo, as pak. Dhe çfarë thirrje do të keni? Çka kërkoni me këtë protestë premten? Kërkojmë që qytetarët e Pejës me rrethin të na bashkangjiten në këtë protestë që do ta mbajmë në ora 12 ditën e premte, dhe kërkojmë që prokuroria vazhdoj hetimet dhe të marrë masat e duhura ndaj këtyre individëve dhe të gjithë atyre që ja kanë mbështetur këtë individ që ta realizoj projektin e tij, po e quaj projektin e tij famkeq dhe të qëllimshëm, besoj, sepse nuk është opinioni i vetëm i këtij personi, pra Shkelzen Gashit, që ky ka deklarata kundër ushtrisë lirimtare, por kjo është një angazhim i tij ndër vite, cilin ka punu dhe është mundu me të transformu historinë tonë, kështu që ne kërkojmë dhe do të vazhdojmë me nxitje që prokuroria të marrë masat që i takojnë ndaj këtij individi dhe të gjithë atyre që e financuan dhe e përkrahan këtë individ. E patëm kronikën që pikrisht për këtë temë pati përplasje mes partive politike në një komision në kuvend, qysh po sheh edhe aktivitetin politik tash në mbrojtje të vlerave të luftës? Mendoj që deputetët duhet të është e vërtet që po bëjnë përpjekje, por besoj që duhet edhe më shumë, sepse kjo lufta e fundit nuk është opinion,
Do me thonë nuk duhet të flitet me parathënie. Unë mendoj se disa pjesëtarë të ushtrisë çlirimtare kanë luftuar për pasuri ose kanë luftuar për vlera ose për pushtet. Lufta e Kosovës nuk është opinion, por është fakt. Dhe faktet sepse nuk jemi 1000 vite nga lufta, por jemi vetëm 26 vite. Dhe për 26 vite, nëse nuk dim ta ruajmë faktin, atëherë çfarë ndodh më vonë? Si do ta mësojnë historinë më vonë? Edhe ky shtramnim i historisë nuk po vjen nga vendi që kemi luftu, për shembull në këtë rast nga Serbia, por këto dezinformata po vinë nga vetë shteti i jonë përbrenda dhe këto nuk duhet t'i lejojnë. Domethënë jemi vetëm 26 vite pas lufte dhe kemi dezinformata të tmerrshme. Po, dhe ajo çka po flitet kohëve të fundit është tazëm ligji për mbrojtjen e vlerave të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, gjë që përmendi edhe vetë ministri i këtij dikasteri, Andin Hoti. A është kjo nismë e duhur sipas juve ose ndonjë mas tjetër që do të mund ta ndërmerrnin qoftë institucionet, qoftë propozime prej partive opozitare në këtë rast? Kjo do të merret shumë më herët, sepse çu thash edhe vetë më herët, nuk është temë që po diskutohet tash e këto ditë, por kjo temë është që nga basuta, që 26 vjet ne përballemi me dezinformata. Ne realisht ende nuk e dim se kush me të vërtet janë ata heronjtë tonë edhe kush janë tradhtarët tonë. Vetëm për një njeri ne kemi gati deri në 5 informacione të ndryshme. Ai ishte ai çlirimtar, ai ishte ai tradhtar, ai luftonte ai për pushtet, ai ishte shpion. Domethënë historia duhet shkruhet sa më herët që tjetë e mundur. Edhe kjo nisëm e ministrisë dhe të podetëve tjerë që po punojnë në këtë komision, i urojmë dhe ne e mbështesim si parlament studentor i Universitetit Haxhi Zeki Kanpej, ne do të luftojmë që kjo të bëhet sa më shpejt, por prapë po them kjo është dashur më bëhet edhe shumë më herët. Nuk po dash me leju që me ardh puna deri në këtë pikë pa pikë nevoje. E qartë, Bobi, faleminderit shumë që gjete kohë të inkuadrohesh në Kompas. Faleminderit. Faleminderit.